Dhe në kohën kur po të njëjtat fliste kryeministri për subvencionimin e transportit publik, për çështjet që kanë të bëjnë me subvencionimet në bujqësi, ju ishit këtu përpara, disa me fizikisht me prezencë për ta marrë mikrofonin, disa të tjera as gjysma e deputetëve nënshkrues, përjashto ata që i kanë dërgu kërkesat apo miratimet e tyre për këtë seancë me email nuk janë prezent. Faleminderit nën kryetar, sa për statistikë të thjesht, po besoj që as gjysma e deputetëve nënshkrues, përjashto ata që i kanë dërgu kërkesat apo miratimet e tyre për këtë seancë me email nuk janë prezent. Do me thonë që ju po i referohem në përgjithësi të gjithë deputetëve që po i shohim, seanca është publike, transmetohet edhe mund ta shihni. Kjo është e para. E dyta, po besoj ju që jeni në sallë, e dini ose e keni lexu çka keni nënshkru për me thirr këtu. Po i referona sjelljes së disa deputetëve, këtu sa ishte duke mbajtur fjalim kryeministri. Në referencë me përmbajtjen e fjalimit, nuk po hyn çështje tjera politike, veç po ju rikujtoj që pikën e tretë të kërkesës tuaj për miratim të rezolutës e keni ku vendi kërkon nga qeveria subvencionim të çmimit të naftës për sektor të ndjeshëm. Qeveria urgjentisht të gjejë forma për të subvencionuar çmimin e naftës për bujqësinë, transportin publik dhe prodhuesit vendor. Dhe në kohën kur po të njëjtat fliste kryeministri për subvencionimin e transportit publik, për çështjet që kanë të bëjnë me subvencionimet në bujqësi, ju ishit këtu përpara, disa me fizikisht me prezencë për ta marrë mikrofonin, disa të tjera prapa te nën kryetari i kuvendit për të ndërhyrë në agjendën ose mbarvajtjen e seancës, duke thënë që po ja rikujtojmë që jemi për naftën. Po është e vërtet, po ju vetë keni kërku gjitha ndikimet që i ka nafta në sektor tjerë dhe po besoj që kjo është edhe arsyeja e këtij diskutimi ose duhet të ishte të paktën. Dhe siç u prezantua edhe para dite, edhe pas dite, u tha që mënyra se si ne e shohim zgjidhjen përmes rishpërndarjes së buxhetit në format që tashmë janë të institucionalizuara dhe në mënyrën e në shumën e cila u prezantua edhe nga kryeministri. Për rikujtim, 1.3 miliard janë dhënë qytetarëve për 4 vite, në një mesatare vjetore 325 milion euro në vjet janë rishpërndar, që janë metodë dhe shumë e drejt për të ndiku apo për të ballafaqu me rritjen e çmimeve apo edhe me sfidat tjera të cilat kanë të bëjnë në lidhjen e fundit, fillimit dhe fundit të muajit. Kur u diskutu transporti publik, as edhe njëri prej jush nuk e përmendet mënyrën edhe format e reformës së transportit publik në kryeqytet. Reformat apo transportin publik, ndryshimin e linjave në qytetet ku ka transport urban. Pse nuk bëhet kjo temë? Pse nuk e diskutoni se dhe ajo është një mundësi për uljen e makinave në rrugë? Sot në gjithë botën e zhvilluar vende demokratike me të hyra të ardhura shumë të mëdha se ne, po bëhen reforma në mobilitet, drejt për drejt prej qeverive. Sikur qeveria të merrte një vendim për transportin urban në Prishtinë, me njëherë do të kishim reagimet se kjo është kompetencë e pushtetit komunal dhe nuk i takon qeverisë së Republikës o ndërhyrje me ligjin e veçeverisjes lokale. Sa reforma dhe çfarë programi ka bë kryetari i Prishtinës për transportin, drejt për drejt e lidhur me naftën, drejt për drejt e lidhur me derivatet. Po është komunale eksakt ka të bëjë me mobilitet. Dhe mobiliteti lidhet me shpenzim të derivateve. Dhe lëvizja e qytetarëve dhe kostoja e jetesës lidhet me shpenzimin e derivateve që i vendos ose i blen për makinë, me cilin keme përcjell fëmin në kopsht, në shkollë apo keme shku vetë në punë. Dhe kjo është një proces i cili nuk mundet me u shkput kjo lokale e kjo qendrore për arsye janë të përbashkëta. Dhe si të tilla dhe duhet me u trajtu. U përmend më herët, po ju po doni me bërtit edhe po doni me bo zhurmë elektorale ose para elektorale, ju s'po doni me gjetë zgjidhje. Edhe në secilin moment të hapjes një temë cila juve s'pi ju pëlqen, ju po ngritni zonat. U përmend më herët 4.000 vetura të qeverisë. Unë kisha pas dëshirë me ditë këtë 4.000 numër, a përfshin këto gjitha veturat e policisë, forcës sigurisë Kosovës, ushtrisë Kosovës e tjera me radhë. Për arsye se është s'ka asi logjik, qeveria me thoni ka 4.000 vetura, apo nën kuptohet me ul veturat e inspektoriatit, apo veturat e emergjencës a kështu me radhë. I mundemi është shumë dialog ose debat konstruktiv me diskutu. A duhet me ndru komplet shfrytëzimin e veturave publike në shfrytëzim në makina elektrike. Edhe kjo është një temë konkrete që adreson çështjen e çmimit të naftës, e cila importohet, prap po e them. Kërkut
me ditë sa janë rezervat shtetërore. Nuk qenë ka deputeti që e kërkoj. Ligji për rezervat shtetërore, numër 03L244, planin strategjik, programin vjetor dhe vendodhjen e rezervave shtetërore e klasifikon si sekret shtetëror. Llojin e rezervave, sasinë e rezervave, vlerën e tyre.